goca po pinte gjike mami. Babi me 3 shokët e tij ja kanë marrë gocën me zor ka krau dhe mami filloi duke qajt, nuk deshe të hajt të fëmijë. Fëmia i ushita, nuk e di se çka kanë bërë ta. Motra quhet Lutra Xhambazi ishte atëre. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Francë, unë do të hap dritaren për një zonjë se është e martuar, është e re në moshë por është bërë nën, quhet Anisa, e cila ditën e sotme do t'rregoj historinë e 2 prindërve të saj, të babait të ndjerë, Fatos dhe nënës së saj Lefterie. Në fakt, përpos shumë konflikteve që ka pasur nëna dhe babai, ata kanë humbur një fëmijë. Por çfarë ka ndodhur në të gjithë këtë histori, që është vërtet shokuese, do të jetë sot Anisa, e cila ka marrë guximin të hyjë në këtë live për ta treguar dhe padyshim kërkon që zëri i saj të dëgjohet. Kështu që hap dritaren dhe ftoj Anisan. Anisa, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje zemër. Si jeni juve? Mirë, faleminderit. Jemi të dyja së bashku sot, sepse realisht dhe ju keni një histori të dhimbshme në familjen tuaj. Po, kemi shumë vallai. Çfarë të bëjmë tani? Vetëm shpresat nuk e humbim asnjëherë. Në duart e Zotit. Ju jeni në kërkim të kujt? Të motrës time. Të motrës tënde, që ke humbur kontaktet para sa kohësh? Po 32 vjetë, Odeta, unë nuk e njoh në motrën time. 32 vite, dhe sa vjeç i vjet jetë motra? Motra është një vit më e madhe se mua, ajo është 32 vjeçe tani motra, është e 93-shin, unë jam e 94-s. Por çfarë ka ndodhur me motrën tënde? Mund të ma tregosh të histori, ti ke qenë e vogël, s'kishe lindur, besoj. Po, normale. Por, çfarë ka treguar nëna? Odeta, unë në moshën 14 vjeçe, unë kam marrë vesh unë kisha një motër. Në moshën 14 vjeçe, po isha dhe unë shumë e vogël, nuk kuptosha shumë gjëra, Odeta. Që mami me babi, do më thonë, nuk poshin gjithmonë shere, po punën e gocës, ti e fajtor, që më kam në gocën, edhe unë nuk kuptosha edhe shumë, isha e vogël, Odeta. Edhe që atëre do më thonë, unë vesha gjithmonë që mami nuk ishte mirë, ishte gjithmonë e mërzitur, edhe unë pyesja gjithmonë mami pse bëshë me babin, e më thonë mami që ke një motor, është e humbur, që e kemi dhënë do më thonë, pa dëshirën e mamit, ka dhënë motra. Çfarë ka ndodhur me historinë e motrës tënde? Do më thënë, si e ka humbur nëna motrën, vajzën e vet? Vajzën jo se ka humbur, po babi me 3 shokët e tij, me vajën e vet, edhe 2 shokët e tij, një kishte pushvëri vet, edhe një shoku vet, ja kanë marrë gocën me zor ka krau, ja kanë dhënë një çifti, që ato nuk ishin fëmijë, Odeta. Si, tani, babai jot ka marrë vajzën e vet dhe ja ka dhënë një çifti? Po, ja ka dhënë një çifti, sepse njerëzit e babit nuk kanë qenë dakord, do më thonë që do rrinte me mamin time. Nuk se babi im ka qenë njëri martuar. Po. Ka qenë i martuar dhe mami ime, ku i ka marrë babin, nuk e dinte që ai ishte martuar. Nuk dinte, do më thonë, më mrapa mori vesh që ai ka qenë i martuar, ka kishte edhe 3 fëmijë. Dhe mami atëre kishte ngel shtazane, ke motra, dhe nuk dinte gjë, mrapa mori vesh. Po mirë. Dhe pastaj Odeta, njerëzit atit, për më thonë, ja ka mbush mendjen, i ka thonë që ti le atë, më të bëf në atë, nuk ishin dakord, do më thonë, kupton? Pra, nënën tënde nuk e kanë dashur njerëzit e babait tënd? Jo, asnjëherë. Por çfarë ndodhi? Më lejo të pyes për historinë e nënës dhe babait. Babai jot ishte divorcuar nga gruaja e parë? Mrapa pas të divorcu babi ka gruaja e parë. Por ai kishte grua në shtëpi kur mori nënën tënde? Jo. Po se më duket. Po, kishte gru në shtëpi, bante edhe mamin tim. Mami im, do më thonë, nuk dinte gjë që ai kishte gru tjetër. Mrapa, do më thonë, nuk ka marrë vesh.
Por çfarë ndodhi me nënën dhe babain tuaj, do me thënë, ata u martuan bashkë, ai la gruan? Ai ka lënë gruan, gruaja vetë hiku, i ka lënë dhe 2 fëmijë babi, se babi ka 3 fëmijë me punë e parë. Mori vetëm gocën, e mori, edhe 2 çunat i ka lënë domethënë babi. E dashur Anisa, ti ke 2 vëllezër nga babai. U kam 2 vëllezër dhe një motor, domethënë ka martesë e parë të babit. E qartë, 2 vëllezërit i mbajti babai jot dhe mori nënën tënde. I mbajti babai im dhe mori dhe një grup tjetër si për mami time. Si? Që ti rrisja ato fëmijë tjetër ta. Tani po më shokon, babai jot mori grua të tretë? Po, mori dhe një grup tjetër, se mami nuk ishe dakord, se tha kështu ti më gënjeve, më angre pa besë, edhe mami ka qenë martuar, dhe ajo ka lënë 5 fëmijë për babin tim, kupton? Edhe tha, ku kam lënë fëmijët e mi, tha, nuk më intereson fare për fëmijët e tua, tha. Edhe ai pastaj u detyroi dhe mori një grup tjetër. Pra, me pak fjalë, atë që po kuptoj unë, ti ke shumë motra dhe vëllezër nga nëna dhe babai, por ke vetëm një motor prej nënë dhe babai, atë që kërkon. Po, atë që kërkoj tani, po. Si quhet motra? Motra quhet Flutra Xhambazi ishte atëre. Flutra Xhambazi. Po. E dashur Anisa, nëna juaj ka qenë martuar, si quhet nëna? Lefterie Xhambazi. Po babai? Fatos Krasniqi. Fatos Krasniqi. Lefteria ka qenë martuar, Fatosi ka qenë martuar, ata u dashuruan të dy dhe prishën martesat e para. Po, e vërtet, po. Në çfarë qyteti jetoi nëna dhe babai juaj? Në Tiranë, odeta në Tiranë. Në kryeqytet. Por në momentin që ajo mbeti shtatzën me Flutrën dhe vajti te shtëpia e babait, nusja e parë iku, çfarë ndodhi me nënën dhe babain? Jetuan bashkë? Digjo, mami nuk shkoi ka shtëpia, odeta, më shtëpi vetë, jetoshin atëre në Laprak, odeta. Mami me babin kanë marrë shtëpi tjetër dhe jetonte mami jetonte vetë dhe gruaja vetë domethënë ka hik, ka mori gocën e vetë dhe ka hik dhe braktisik të fëmijët. Por 2 vëllezërit e tu kush u kujdes, nëna jote? Po vinte edhe ndonjëherë vishin ke neve fëmijë, ndonjëherë pastaj u martu babi, bante edhe tjetra, kupton? Po për çdo gjë domethënë u ndihmonte edhe mamime, se ato ishin vegjël atëherë. Po ma trego pak kur babi jot Fatosi mori gruan e tretë në shtëpi, nëna juaj iku apo qëndroi aty? Jo, qëndrovi, odeta se s'kishe ku të shkonte ajo. Se tha kështu kam lënë 5 tha dhe gjuna tale dhe këtë fëmijë, motrën time domethënë. A kupton? Motra ime ishte atëre 2 mushje, 3 mushje atëre që ja kanë marrë gocën. Por tani sa vite jetoi nëna juaj me babain tënd dhe me gruan tjetër? Ka 35 vjet, odeta. 35 vjet, po. Si 35 vite jetoi nëna juaj me burrin dhe me gruan e dytë? Jo se jetoshin me një vend, ai shkonte dhe anë dhe vite dhe kene, odeta. Do me thënë ai mori shtëpi të veçanta grave? Po, ai domethënë rrinte në kombinat me 2 fëmijë e veta dhe një mikro tjetër. Kurse me mamin time atëherë jetoj në Laprak, se ne kemi shit shumë shtëpia odeta. Ka Lapraka pastaj kemi marrë shtëpia e stacionit trenit. Kemi ndrosur shumë, domethënë shumë shtëpia. E dashur Anisa, më shokove me historinë e prindërve. Mami më ka bujtë shumë, odeta, vetëm Zoti e di në dimjen asaj, odeta. Se nuk është kolla ta marrish fëmijë ka krau 2 mushje. Edhe ta shesi që nuk e di çka kanë bërë ato, se ka qenë vllai vet, ka qenë ky minush Krasniqi, odeta, ky e di shumë historinë e mamit dhe babit, pa ai nuk tregon, odeta. Unë e marr në telefon, ai më bën vetëm blok. Dhe ke messengeri më bën blok. Ai thjesht të thoj që unë e di që ku është goca, ne nuk du ma si gjë ka i, odeta. Po ky personi çfarë lidhje ka me babain tënd dhe me nënën tënde? Digjo, pa ato ja kanë gjetë të klientë që i kanë marrë të gocën, motrën time, odeta. Ato e kanë gjetë që kanë marrë motrën time, të qiftin, se ky qifti jetonte në Greqi, odeta. Do ma tregosh, nëna juaj sot ku jeton, në Tiranë? Po,
në Tiranë o deta. Është ndarë me babain tuaj apo është akoma? Jo, babim ka vdi, ka ndru jetë në 2020 o deta, ka 5 vjetë. Babai juaj ka ndruar jetë, po deri në vitin 2020 ka jetuar me babain tuaj? Po. Ndalemi pak te viti 1993, kur motra jote, Flutra, erdhi në jetë. Çfarë ndodhi? Çfarë të ka treguar nëna? Pra, unë isha kurioze që ta disha si ndodhi puna, më tha mami, tha, babi tha moriste, më bonte, tha, nuk ishin dakord dhe njerëzit aty, domethënë, që jetonte me mua, tha, po unë leta, s'kisha ku shkosha, tha. Pastaj mrapa kishin ngele shtazane ke mua, Jo, në momentin që ngeli 7 zënë dhe erdhi në jetë Flutra, si ta ka treguar mami historinë? Çfarë ka ndodhur konkretisht? Si ka ndodhur, domethënë këto se nuk di dhe shumë historinë e mamit. Këto që di, po të them që babi domethënë njerëzit aty nuk ka qenë dakord që të jetonte me mamin. E qartë, kuptova këtë që nënën se ato ka qenë racistë deta. E dashur Anisa. Gjyshi ime dhe gjysha ka qenë kosovare. E qartë, unë dua të di çfarë ndodhi atë ditë, si ja morën nënës tënde nga krau vajzën 2 muajshe. S'është të merr. Atë dite kishte qenë motra ime që është kamartese e parë të mamit. Kam një motër, kamartese e parë të mamit. Motra ka qenë 9 vjeç atëherë. Ishte në prezent atë ditë që ka marrë gocën babi ime. Edhe më tha motra, Anisa tha, motrën me gjithë mamin. Si isha kurioze ta di shumë se kanë marrë fëmijë gatuar. Anisa tha, atë ditë tha, goca po pinte gjike mami. Edhe kishte ardhur babi me gjithë gjajën time. I ka thonë që kjo fëmija do jepet, nuk do ta mbash ti. Dhe mami nuk ishte dakord, nuk është kollaj ta marrë fëmijën tate dhe ta japin diku tjetër, a kupton? Po, edhe mami filloi duke qajt, nuk deshe të jajt të fëmijë dhe pastaj u detyru që kishte rafë, babi kishte rafë mami. Kishte rafë dhe ka marrë gocën nga gjiri. E ka bile një kishte. Dhe shkëputi përfundimisht nga nëna jote? Jo, prit. Mami nga të dite, po qante, po ponte, edhe pastaj babi ime ishte bo pishman o deta. Ishte bo pishman dhe shikonte mami domethënë që qante, nuk ishte mirë, edhe ky sa hajde tha, do të qërun tha që ta majmë gocën tha. Edhe ngret ky Minush Krasniqi, qoj, në rënindjet natës, ka shku me mamin time dhe me gjyshen time Ramet Pask. Nuk e di ati ki Porcelani jetonte kjo gruaja o deta. Që ka birsuar, që ka marrë motrën tënde, po? Bravo. Dhe i ka thënë mami ky Minushin që ndo larg ti, ka thonë të shkon ta marrë gocën. Dhe ky pastaj shkovi mori gocën o deta, e ja dha mami bori shiqyka, kur mori fëmijën e vet prapa, kupton. Po ato, domethënë mami nuk e dinte që ato kanë marrë lekë, fëmia ushita, nuk e di se çka kanë bërë deta. Mami nuk di gjë. Shkulmi, babai të shesi fëmijën, në shkulmi. Është shumë kulmi madh, edhe më vjen shumë, si ta them unë, më vjen shumë zor që po flas tani në këto momente. Nuk shqitet fëmija kjo deta. Është realiteti hidhur, e qartë për të pranuar. Edhe gocën e kishte marrë mami, nuk e di sa ditë kishte mbajt. Dhe prapë do më thonë, nuk e di që i kanë thonë babit këto njerëzit, nuk e di. E di, ishte ky vllai vetë dhe ky Minushi, ka qenë dhe një burr tjetër anë Kaserita, po nuk i njoh në të drejtën. Po. Edhe atë ditë mami tha do dalim ca me unë t'i goca, tha do bëjmë një fotografi. Atë foton që ta kam çu po WhatsApp jo dita. Po. Ku është mami? Ajo është dita e fundit për mamin dhe për motrën. Dolën fotografia atë dite, dhe sa kishte dalë mami, ka fotografi, domethënë ka ardha gruaja me gjithat e burrit, ja ka marrë gocën. Po si ja morën në mes të rrugës? Ja ka marrë gocën, tha që kjo fëmija është e jona tani, tha. Edhe babi pastaj nuk dinte çfarë fiste o teta. Ja mori gocën nga krau, ja mori e ka dhënë atyre, edhe ajo ka qenë një përfundimi asaj fëmijës o teta. Por nëna jote
Nëna jote nuk vajti në polici se si të marrin fëmijën nga Mami, krau. po, shkovi në polici, Odeta, to shku shumë në polici, mami ime, po nuk e di qeveria jo në shpak, nuk di që atem, Odeta. Por nëna juaj kur shkoi në polici denoncoi burrin e saj, babain tënd? Nuk e di, Odeta, po këtë gjë nuk di që atem, nuk e di që ka bo. Më tha Anisa ta shkova në polici, tha Vilmar kishte shku dhe ke materniteti që merte certifikatën e gocës, dosin e gocës. Goca nuk ekziston fare ke materniteti, Odeta, se ajo e ka flutra gjambazi, e ka ke certifikata. Nuk ekziston fare goca ke materniteti. Por sot kur ju trishni një certifikat familjare nëna, është emri i flut? Jo, fare, jo. Po si është bërë që regjistrimi? Ndoshta ato kanë dhënë lek, Odeta, që mos të ekzistoj fare goca ke materniteti ke dosja. Nuk e di. E dashur Anisa, nëna juaj e ka ditur shtëpinë e kësaj familje që mori motrën tuaj, te zona e porcelanit. Nuk ka mundur të shkonte të kërkonte? Ajo, atë dite kush ka shku mami ka qenë në 1 natës, bile ky sot mia, ky fator, ky Minush Krasniqi ka thënë ri pak larg, i ka thënë do të shkon ta marr gocën. A kupton? Dhe shpin tamam, ajo mami nuk e din, po vetëm si pallate mami, po mami shkovi shumë mirë atje, po tani ka ndryshuar Odeta, nuk e di. A kupton? Por me babain tënd, çfarë ndodhi më pas? Unë besoj që nëna juaj i ka kërkuar llogari babait tuaj, burrit të saj. Nuk donte të fliste për këtë pjesë fare, Odeta. Nuk donte të fliste fare, fëmia tani tha nuk është më jona edhe ka, që mami bonte gjithmonë shamate më atë. Dhe mami tani është sa po shkon na bëhet më keq, Odeta. Ajo krijovi smundje për atë fëmijë, se nuk është kolla tani ta marrë fëmijë ka duart. Është me depresione, është me zemër, ka lloj smundje, Odeta, sa po shkon tani bëhet dhe më keq. Më thot shu Anisa, vetëm du ta shoh keq shnosh e mirë goca edhe të vdes, po ti do asnjë gjë. Unë nuk dua ta paragjykoj nënën tënde, por ajo e vazhdoi jetesën, bashkëtesën me babain tuaj, dhe pse ai ishte shkaktari i ndarjes me vajzën. Vazhdoi sepse isha unë në mes pastaj, Odeta. Normale. Ajo kishte frikë edhe për mu, pas më meshin dhe mu. A kupton? Është si për çumshi, domethënë mrapa, mami kishte ngel shtazane, po nuk e dinte domethënë mrapa. Ishte shtazane. Masa kohë pastaj shkoi në spital dhe ishte 5 muaj shtazane ke mu. Sa çante i do ditë, Odeta, nuk ishte mirë. Është normale. E dashur Anisa, kur ti erdhe në jetë, u rrite dhe çfarë mban mend nga familja jote? Që babai vinte një natë te shtëpia juaj, një natë shkonte te gruaja tjetër? Po e vërtet, po. Shkonte njëra ne, njërë këte, bile ma I kishte vend dhe kunor ma te, Odeta. Do me thënë, gruan e parë që kishte fëmijë të divorcua dhe kuror vuri me gruan... Divorcua, jo me nënën tuaj, I ka thënë mami që I dakord që ti mbash fëmijët e mi, mami s'kishte qenë dakord, se kishte lënë ajo 5 fëmija, kupton. Ku kam lënë, tha 5 fëmijët e mi, tha nuk më intereson për fëmijët e tu, tha ti më gënjeve, tha, se nuk më tregove që në fillim që ti ke qenë I martua. Edhe domethënë mami nuk ishte qenë asnjë dakord, domethënë që të rinte me fëmijët aty. Dhe lidhi kurorën me atë tjetrën dhe ajo mbajti fëmijat. Po, ajo mbajti fëmijën I kontë gjatë, e pastaj ajo I la domethënë u divorcu ka babi ime, edhe unë pastaj punoj me mamin time, iku ajo pastaj. Pse e la dhe ajo grua? Po, e la, iku dhe ajo, si ja rrit fëmijët, domethënë ka nikë ke nona vetë fëmijët, Odeta. Jam bashkuar me nënën e tyre. Dhe babai juaj ngeli vetëm me nënën tuaj, me zonjën Lefterie dhe lidhi kuror. Po. Dhe në jetë kisha ardhur ti. Po. E dashur Anisa, kur ti u rrite dhe mësove këtë histori, ke folur ndonjëherë me babain tënd kur e ke mësuar të vërtetën? Po, kam folur, Odeta, bile, më isha shumë e trishtuar e thash që o ba, pse na ke bo këtë gjë, pse më ndave ka motra, pse mos isha me motrën time, isha edhe unë e lumtur. Ai domethënë nuk fliste edhe qante, ishte po shumë pis shmanti, Odeta, kishte domethënë ka tjera njerëz kishte shtyrje, kupton.
që nuk ishin dakord njerëzit aty që të jetonte me mamin time, sa ato ka qenë racist o deta. I qartë, ata nuk mund të qenë dakord që të jetonte me nënën tënde, nuk e doni si nuse, por nuk ma do mund të kenë thënë mere fëmijën shite. Kjo ishte o deta, kjo. E tani thojnë ato që sukur mami ime, dhe më thonë, ajo e ka më fëmijën tani, do ta dua që ta mbulojnë ato të veta, ta kupton? Edhe kështu o deta. Sot akuzojnë nënën tënde, sikur ajo e ka bërë. Po thunë që sukur mami ime e ka vënd, po ta jepte mamin time, nuk do dite edhe unë ta kërkosha motrën, a kupton? Por babai nuk të ka kthyer asnjë përgjigje kur ti e ke pyetur. Ai do më thunë qante o deta, gjithmonë e tonte muhabetin. Unë isha kurioze, thash si ke dhënë fëmina, është e vogël, që edhe motrën time, edhe nuk më jepte përgjigje qante. Edhe mami gjithmonë i thonte që unë do sa të kemi jetën do ta kërkoj gocën time. Unë nuk do ta le, derisa vdes. Edhe ai nuk thente përgjigje. E dashur Anisa, ai vdiq në shtëpinë e nënës tënde? Po. I fakt zemre o deta. Nëna juaj nuk ishte ku të vinte dhe e mbajtja, apo e ka dashuruar dhe e ka falur atë burr për gjithçka që e ka dashuruar o deta, se tani për atë kalon 5 fëmijë, se nuk është shkollar. E kështu ka durodhaj o do më thonë. Njerë mirë, njerë keq, kalon jetën e vetë kështu. Që të bësh. Sa vjeç është nëna juaj sot? Mami në 68 vjeçë tani o deta, është mund tani o flet me vetën e vetë shtëpi. Tani ta shikosh ti, nuk e di çfarë të them. Unë jetoj në Francë, kam 13 vjeçë, jetoj këtu me familjen time, në Francë. I them që të vik ne, thot, po nuk e kam gjetë motrën, unë nuk pija ne, thot. Por mirë, ndalemi pak e dashur Anisa, sepse motra juaj ju po më tregoni që u mor nga një çift në Tiranë, në zonë e Porcelani, që do thotë ajo është rritur në kryeqytet. Po. Nuk mundi dot nëna jote vit pas viti të kërkonte, sepse ka bërë një denoncim në polici dhe nuk u zbulua asnjëherë. Po nuk i linte edhe babi o deta, nuk i linte ai. Nuk e lindi, bon depresion, që mos e kërkon mo, se nuk e di se që kam bëjt, kanë shita të fina të këton. Edhe këshu o deta. Dhe ju sot pas 32 viteve e kërkoni? Po, unë ka t'jem gjallë të kërkoj motrën time. Ke bërë në një kërkim vet, apo nga që e larguar prej vitesh nga Shqipëria s'ke mundur dot? Unë e ka bërë kërkimi dje ke ju dhe ke dila shqiptare o teta. Ajo fëmija njerë thot në 2 minushit, mas tekjes të babit, mas 5 muaj, babi, mami më falë, ka shku ke 2 minushit. I ka thonë, o zotni, ti di shpina se grus, më trego që a vendi është fëmija im të di dhe unë. Ne nuk të bëjmë asnjë gjë. I tha, kjo fëmija tha, është njëri ka thënë është në Amerikë, njëri ka thënë është në Greqi. Po mirë, tha, mirë tha një adres, tha një emër, një bjemër, ase grus, tha. Ajo gruja të kemi Daniela, i ka thënë. Po bjemëri nuk e di. Nëna Birthuse. Po, ajo që mori gocën, e ka emri Daniela. Ka që të dhona ka dhënë ky person, që quhet Daniela? Bile mami ka shku ka bon denancim dhe të minushin, ka bon denancim, ai deshte ta gjumë të mami ke policia la prako dhe ta. Ka 6-7 muaj tani, shkovi boni denancim, sa i e di se ku është, po nuk do të tregoj. Thot, ju e dini, nuk di gjë unë, a i e di se ku është tani motra ime, po nuk do të tregoj. Sa i ka qenë prezent me babain tuaj të ndjerë? Po, a i ka qenë prezent, bile ma i mori motrën time që ava mami në animet natës, si nuk e dina i tani. A i gjeti drejt, më merë një telefon, thot Anisa, këtu është problemi. Pa i nuk më merë fare telefon o deta. Nuk më bëm vetëm blok. Unë e theme të mira, o më njësë, nuk du mas një gjok aty. Si esh, më trego që a vendi është kë gruja. Ta kërkoj motrën time. Ajo, motrën dash nga doj, dash mos nga doj. Mjafton për njofi mut, njofi mami, në kupton. Anisa, si është të duhë. E qartë, e kuftoj qëllimin e gjithë bisedës që po bëjmë të dyja së bashku në këtë live, por atë natë, atë ditë, se nuk e di orën fix,
kur e kanë marrë fëmijën, motrën tënde, Flutrën, nga kratë e Lefterijës, në nënës tuaj, ka qenë dhe Xhaxhai. Me Xhaxhain ke mundur do të flasësh? Po ishe vogël në detaj. Flas tani që je rritur. Ke mundur do ta pyesësh? Unë që atëre me në 2014 unë kam ardhur këtu në Francë, kam 13 vite, edhe ai masa kos diç pas ta gjaj në deta. Edhe Xhaxhai ka ndruar jetë. Pra, dy dëshmitar kryesor, si babai dhe Xhaxhai, kanë ndruar jetë. Po, ka ndruar jetë, vetëm i tani, vetëm ky Minush e din, Minush Krasniqi, pa ai nuk do të flasë do deta, e thjesht vetëm do të më bon. Do të ambuloj ato të dhunat e veta. Po unë sa t'im gjallë, unë atë nuk e le rahacja. I tjetë me të drejtë me mërë telefon më të Anisa, këtu është problemi, pa e vetëm blok më bon një deta, e di se po është motra ime, pa e nuk me jep asë një lloj informacion nuk me jep. Dhe pandaj më vjen inat me atë. Nëse zoti Krasniqi do të ndishte, që jam e sigurt që mund ta ndjeki këtë live, ke një mesazh që do t'i përcjellësh parësi ai të ka bllokuar dhe ti nuk gjen dot një mundësi, një rrugë që ti flasësh dhe ti japësh një mesazh. Çfarë do i thuash sot? Unë du t'i them që nuk dua asnjë gjë ka i, thjesht du vetëm një emër, një biemër të saj grumbët që ka rritur nonën tek motrën time. Nuk dua asnjë gjë tjetër. Edhe ta gjej motrën time. Këtë du vetëm ka i, ai mos ketë frikë, që të ketë frikë. Ai të tregoj të drejtën. Këtë du vetëm ka i. Dashur Anisa, nëse ai ka bërë këtë veprim padyshim që ka frikë, se nëse kjo histori zbulohet, ai person dhe pse kanë kaluar 32 vite përfundon në burg. Ti marrësh një nënë, fëmijën, ta shesësh, të vërtetojë gjithçka, edhe babai juaj i ndjerë, po ti ishte gjallë dhe po të hetoj kjo histori, do ishin pas hekurave këta njerë. Po, e di, Odeta, e di. E di, po ne bërëm denanci, po policia nuk merr asnjë mas për atë, Odeta. Për fatë, po atë Minush Krasniqin, se e di gjithë historinë e motrës time, pa ai nuk do të tregoj. Dhe mu pandam vjen inat. E qartë, e kuptoj. E dashur Anisa, motra juaj Flutra ka qenë 2 muajshe kur është dhënë një familje, që sigurisht ajo është rritur me dashurinë e dy prindërve të tjerë, ndoshta ata i kanë ndryshuar të dhënat, emër, i kanë dhënë biemrin e familjes vet, mund të ketë ndryshuar dhe ditëlindjen, e nuk e dim. Ajo ndoshta nuk e di fare që ka motra, ka vëllezër. Po, ndoshta, po këtë me dhe unë ndoshta. Ndoshta nuk e di fare të vërtetën që është një fëmijë i birësuar, ne nuk e dim nëse ata ja kanë treguar këtë histori. Pra, nëna dhe babai që e kanë rritur. Nuk e dim nëse ja kanë treguar këtë të vërtet. Por nuk e di. Nëse ajo do të ndishte, ke një mesazh për motrën tënde që fatkeqësisht për ironi të fatit jeni ndarë? Unë du vetëm motra ime të jetë shnoshje mirë, Odeta. Dhe ketë një kontakt me ne, asnjë gjë nuk duk ajo, vetëm ajo t'jetë e lumtur, Odeta, vetëm këtë duk ajo. T'jetë e lumtur, ketë një kontakt me ne, ta shikoj dhe mami im, se ajo ka 30 e sa vite, dhe më thonë që e vunë për mrenda, humbjen e motrës time, që ka dhënë, të më thonë. Jo se ka dhënë ajo një vëllon pa dëshirën e nënës time, kupton? Që ka marrë babinja ime, ky Minush Krasniqi, ato janë gjithë, të më thonë, ke ky muhabet. E dashur Anisa, në të tilla histori, të paktën flas nga eksperienca, ka dhe refuzime. E ke menduar që ndoshta ajo mund ta di të vërtetën dhe kur ka mësuar të vërtetën është shprekur që një babai vetë ka shitur, që nëna nuk bëri përpjekje për ta kërkuar, mund t'ju refuzojë, e ke menduar të këtë situatë? E ka menduar, Odeta, e ka menduar shumë herë, nuk e di çfarë them, po mami ime ajo se nuk e ka kërkuar, ajo shkoi gjithmonë, shkovi domethënë ke materniteti, donte një certifikatën e gocës, asnjë lloj domethënë dokumenti fëmi nuk ka ke materniteti. Vetëm se mami atëri ka qenë një muaj e shtuar me atë fëmijë. Rrezik dështimi, është vetëm e datën 22 mars e 1993, Odeta. Ndoshta ta kam treguar dokumentat e gocës. Anisa. Po i ke aty. Po, e dashur Anisa. Po, ma jep ditëlindjen e saktë të vajzës. Kur ka lindur mars,
Mars, në vitin 1993, me 22 mars. 22 mars 1993 ka lindur këtu në Tiranë motra juaj flutrar. Në Tiranë videm, mami ka ndet një muaj rrezik dështimi me atë kocën aty. Në spital. Sepse e gjithë kjo histori e dashur Anisa është e rëndë. Një fëmijë i cili është birthuar dhe ndoshta kërkon, çdo fëmijë që është i birthuar kërkon të di rrjenjtë e tij biologjike, kërkon të di kush është nëna, babai, dhe kur mëson që babai, xhaxhai, gjaku i vet e ka shitur, është shumë e rëndë. Mendoj edhe kthe fikën nga vetja jote. Nuk e di çfarë them më deta dhe unë, nuk di çfarë them. Është shumë e rëndë, po s'kemi çfarë bëjmë tani. Babi domethënë ka qenë babi edhe njerëz të atit nuk kanë qenë dakord domethënë që ta bashin të fëmijën. Ishte shtyrje ka njerëzit e vetaj, çfarë do bësh. Zemër, ti e pafajshme në këtë histori. Ti e më e pafajshme, je motra që kërkon të gjesh motrën. Më vjen shumë zor deta ti, më beson. Që të qitet një fëmijë 2 muaj e pafajshme më vjen shumë zor. Pse mos isha me motrën time unë tani? Ne një vit kemi domethënë diferencë një vit. Ajo është e 93-shit, ti je 94-s. Unë jam e 94-s. E dashur Anisa, por me motra dhe vlezrit nga ana e nënës bëhesh? Po, flas me motrën e vogël domethënë. Ka martesa e dytë të mamit, atë kam shumë për muhabet, edhe ajo e pa gjithë gjendjen e mamit. Tha Anisa, tha mami nuk ishte fare, domethënë gocën ja kanë marrë ato me zor ka duar. E kanë rraf mamin, tha, unë më mendja që non vjeç atëre motra ime, ja kanë marrë me zor gocën ka duar, tha. Ti nga mami, nga martesa e parë e mamit, sa motra ke dhe vlezër? Ka martesa e parë të mami, kam 3 vlezër dhe 2 motra. Dhe 2 motra. Ti vetëm me një motër bëhesh, me këtë të madhen, apo edhe me të tjerët? Po flas me të gjithë flas. Por ata me nënën e tyre bëhen? Po flasin ata. Ne gjithë jemi kurbeto dhe ta mami jeton vetëm në Shqipëri. Është e vetme. E vetme, është ata Anisa po shkon apo bëhet më keq, i them, hajde te kam mu, do t'i pres bileta, ta di shikoj një pak, shikoj mu, jo, thot nuk vi. Po nuk i kam gjetë gocën, thot nuk vi. Edhe urim dhe më thonë këshu vetëm me shpresa, kupton? Me shpresën se do i gjej një ditë vajzën e saj. Bravo. I qartë, por më vjen mirë që fëmijët nga martesa e parë nuk mbajten më ri, që ajo në një farë mënyre i braktisi dhe iku me babin tënd. Po tani pak fëmijë po mbajtën, po të më thonë ca rritën dhe më thonë kupton. Por sot kanë kontakte me nënën. Sa do mami i kalon fëmijë, po ajo e merr në telefon për ligje, për çdo gjë. Kupton? I takonte, kur ka jetuar me babin tënd, i takonte fëmijët. Takonte fëmijët gjithmonë. E kuptoj. Anisa, por me motra dhe vlezrit nga ana e babait bëhesh? Jo, deta, me ato jo asnjëherë, nuk flasim. Por pse me ata jo? Po ato nuk bën që të flasin me mua, deta, s'kam pa jo. Por ti e motra e tyre? E ti, po ajo ato domethënë ka shtyrje, ka nëna vet. Nuk është dakord nëna vet që të flasin me mua, kupton? Por babai juaj ka pasur 2 gra të tjera. Po. Kush nga fëmijët e këtyre grave nuk flasin me ju? Gruaja e parë. Po ajo e dyta? Në martesën e parë, babi ka 3 fëmijë. Po, ata nuk flasin me ty. Ato nuk flasin, me këtë dytë nuk ishte fëmija. Dhe mori vetëm të më thonë t'ja risi fëmita, kupton? Dhe e braktisi më pas babain. Pas ta i ko e lapo. Sa i shkonte dhe ane dhe këte, të më thonë. Po, e qartë, ma tërgove jetën e babait tënd, i cili, le të themi, jetoj me 3 gra. Dhe në fund vdiq tek shtëpia e nënës tënde. E dashur Anisa, do kishe dëshirë t'i takoje të 3 vlezrit nga babai? Ka kisha dëshirë me deta, pa ato nuk janë dakord. Ata janë të rritur. Unë njërë kam folë me vajën dhe më thonë vajën e ty. Kam folë, pasa nuk ka të blok, se nuk është dakord në na vetë, më thonë të plasin me mu. Qa fa i ka mu?
Nuk kam fajmë. Ata të kanë motor, si ty edhe Flutrën që ne po kërkojmë ditën e sotme kanë motor. Po. Dëshiron të japësh një mesazh nëse ata do të dëgjojnë, 3 vëllezërve nga babai? Ti vetëm shnoshje mirë, vetëm ti edukato. Ti shnoshje mirë vetëm. Vetëm ti sa ato nuk më marrin asnjë telefon odeta. Prandaj. Vetëm shnitin atyre nuk do asnjë gjë tjetër. Por kur vdiq babai, ata erdhën në varrimin e babait? Ato jeton në Australi, odeta, ato kanë 15-16 vite dhe më shumë, vetëm vllai ka ardhur për atë. Bile mas unë nuk kam qenë, se unë isha këte në Francë, nuk isha pasaportën, ishte pa mundu që shkosha për babin, dhe kam pishman gjithë tjetës. Nuk e ke përcjell në banesën e fundit? Po bravo, nuk kam qenë odeta. Unë me babi kam qenë shumë i lidhur odeta, ai mund do t'i më merrte në telefon. Ai më donë ka gjithë fëmijët më donte më shumë ai. Tani ishte bodha ai pishmana, se. Po qa do bosh, fëmijë u dhonë gjynaf, qa faj ka e fëmija, gjynushe, një fëmijë vogël. Kuptoj. E qartë, ai u bë pishman kur vajti në një moshë të caktuar dhe kuptoj gabimin që kishte bërë, por është fatale realisht, është fatale se bëhet fjalë për një fëmijë që humbet dhe nuk kthehet më. E rrit dikush tjetër dhe ndan nga nëna dhe është e tmerrshme sinqerisht. E dashur Anisa, duke ditur që 3 vëllezërit nga ana e babait jeton në Australi, largësia ndonjëherë bën dhe punët e veta, larg syrit, larg zemrës, duke ditur që s'keni patur dhe marrëdhënie kur kanë qenë në Shqipëri, kjo u ka ndarë përfundimisht. Po. Më vjen keq sinqerisht. Kur kanë ikur ato, kam qenë 9 vjeç odeta, kam qenë. Se ato vishin atëherë e kenive, vishin të dy çuna. Mami ti monte me lekë, më thonë me roba, ishin kemi ne gjithmonë. Por në momentin pastaj në 2004 ato një gjë e tillë, ato kanë ikë pastaj mori nënave. Në Australi, në një kontinent tjetër. Por në momentin që ata mbritën në Australi, patën kontakte me babain e tyre, flisnin me babain? E merrshin një 4-5 muaj odeta. Nuk ose e merrshin çdo ditë, kupton? I qoshin njërë ka $100 i qoshin fëmijët edhe kaq. Edhe ai më shumë ishte stresuar dhe ka fëmijë që nuk e merrshin telefon odeta. Më shumë kontakt ishe vetëm me mua, ai më merrte çdo ditë në telefon. Se vetëm ty të kishte, ti kishe mbetur të themi për atë. Po, kishte dhe gjithmonë ai kishte pikë të dobët odeta. Gjithmonë që i thoja për motrën time, ai qante, nuk ishte mirë. Ishte bo pishmana, tonë. I dashur Anisa, më thej që nëna është e vetme tani, e sëmurë, me një peng për të bijën që është akoma në kërkim dhe kërkon ta gjej. Le të themi në emër të saj, pavarësisht se ti si motor kërkon ta gjesh, por në emër të saj po bën përpjekjet maksimale për ta gjetur Flutrën. Po, normale, kështu se ajo nuk flet dot, është e smur odeta. A më merr telefon, thot tamam ti dhe Zoti për çdo gjë përgjigju ti. Thot më, vetëm një apel të motrës, të gocës, asnjë gjë tjetër. Vetëm ti shnoshje mirë, thot, nuk dua asnjë gjë. Edhe qanë odeta. Ne e prezentuam Anisa për herë të parë historinë e familjes tënde. Sinqerisht u shokova se nuk i dija këto detaje, i dëgjova nga ty, jetesën e nënës dhe babait tuaj dhe shkakun pse humbët motrën, ku ju dyshoni se ajo u shit në një familje dhe ata e birsuan dhe e rritën, dhe për ironi të fatit ajo mund t'jetë rritur në kryeqytet në Tiranë, aty je rritur dhe ti, mund t'je shkëmbyer në rrugët e Tiranës. Dhe nuk njiheni, që jeni motra. Nuk njihemi. Kam shumë gjithë dëshirë që ta njoh motrën time, vetëm Zoti para në mbrapa që të them. Rik shumë e shpresa, them një ditë, Zoti do na bashkojë të dyave. Ta uroj me zemër që të bashkohesh me motrën sa më shpejt dhe uroj që dikush është duke na ndjekur ditën e sotme në këtë live, që mund ta njohë këtë histori apo qoftë dhe prindrit që e rritën motrën tënde Flutra, ti i ke dhënë me të gjitha dhe kush e di këtë historinë e di, uroj që qoftë dhe anonim të më telefonoj
dhe të zbulojmë vendodhjen e saj. Kush ka deformacion, inshallah, vetëm ajo ditë që në mirë të duka jo, dhe ta një fotën time, nuk dua asnjë gjë tjetër. Por informacioni që ti ke marrë është se ajo mund të jetë o në Amerikë o në Greqi. Jo në Greqi, po ky çifti më tha mami që jetonte në Greqi. Kjo gruaja ka qenë doktoresh dhe ky burri ka qenë doktor. Ato nuk boshin fëmijë teta. Po, e qartë, por ata fare mund të shkonin dhe ta birsonin në shtëpinë e fëmijës dhe jo ta merrnin në lloj forme dhe ata nuk e di se si e kanë bërë atë veprim. Bile ma ajo gruaja dhe ta më falë, nuk do të që ta shikon të mamën time, atë ishte e mirë, ajo të jepte një emër, një biemër, edhe ajo ka qenë raciste, teta. Edhe ajo, shkovi njërë mami, nuk e la babi, ajo u largu pastaj. As ta kapte mami, thonte që unë do ta marrte fëmijë për shkakun, emri i mosh kështu, e nuk tregovi as një emër as një gjë. E mori gocën dhe iku. Fund në taksi pastaj. Uroj dhe shpresoj që sot motra juaj, Flutra Xhambazi, emri që i vuri nëna juaj, që është 32 vjeç, të na ndjeki, të na telefonoj. Uroj që ajo ta di historinë dhe mos të shokohet nga kjo histori, por ta ketë mësuar nga prindit e saj birsus, dhe ta uroj me zemër e dashur Anisa që të bashkohesh sa më shpejt. Ne do betemi të dy së bashku në kontakt dhe të uroj shumë fat. Shumë faleminderit teta, të përshëndes. Edhe unë të përshëndes nga Tirana. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Uroj dhe shpresoj të zbulohet e vërteta e motrës së Anisës, së Flutra Xhambazit. Uroj që ato të dyja të bashkohen. Nëse dikush është duke na ndjekur dhe mund ta njojë këtë histori dhe ka informacion, mos të hezitoj të më shkruaj në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por dhe ju të dashur miq, nëse keni një histori për denoncuar, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit zyrtar në YouTube, ku çdo paradite, live ora 10 jam me këtë histori njerëzore, histori të vërteta, histori shqiptare, histori reale, histori të dhimbshme. Faleminderit që më mbështesni. Takohemi nesër.